Me të njoftuar Akademinë Policore të Dubajit se dëshironte të ndërpriste trajnimin në mungesë të mjeteve financiare, Hoxha ishte ftuar në takim. Pjesë e këtij takimi kishte qenë edhe përfaqësuesi i emirit, pra përfaqësuesi i të parit të Dubajit. Ndërprerja e trajnimit mund të çonte në një incident diplomatik. E diskutova edhe me policinë e Dubajit këtë çështje, edhe ata ishin pak më të rreptë në këto. Nëse unë ndërpreja trajnimin, do kishke do të bëjnë një farloj incidenti diplomatik. Ata që mos me cujta man incident, po në kontratë ata kishin pasë që në rast se nuk përmbushët, poshtë kishin një gjykat që mirët me këto, atëherë shërbimi do detyrohej, që nëse unë kthej, shërbimi do detyrohej me i pagu ata për kohën e qëndrimit që janë kanë atje. E kostoja atje e këtij trajnimi ka qenë goxha e madhe për një person. Sa më kanë njoftu ata, ka qenë rreth $100,000 për person. Domethënë për gjithë ata që kanë, shpenzimet që i ka bën Dubai për çeta pjesëmarrës ka qenë në vlerën e rreth $100,000 për person. Tash e koha kur e shqyrtova si opcion për me ndërprej trajnimin edhe mu kthy, ishke rreth 50.000. Domethënë, edhe në dia që Kosova nuk do kishte mundësi me pagu ata dhe më përballna për instanta të gjykatave ndërkombëtare për këto arbitrazhe, se në atë farë kontratën ishte ashtu. Edhe ata thonin edhe na na shmirmi me ambasadën. Një pjesëmarrës ditën e parë nuk ja ka përmbajt do rregullave, edhe është përjashtu prej trajnimit. Domethënë ditën e parë të trajnimit të hënën nuk ju ka përmbajt disa rregullave që kanë përcaktuar ata, edhe është thirrë ambasadori atje në takim për çështjen e tyre. Domethënë në një farë forme pak dëmtoheshin marrëdhëniet diplomatike nëse e ndërpreja unë. Për të ju shmangur një problemi serioz, Hoxha vendosi të vazhdoj trajnimin duke kërkuar mbështetjen financiare të familjes. Krejt kjo, por kundërse mbi të gjitha, ai ishte përfaqësuesi i shtetit të Kosovës